Gjesti debaton ashpër me Gertën dhe në mes të tensionit ai nuk përmbahet fare. Me një ton të lartë dhe me nerva të shpërthyera, ai i drejtohet asaj duke i thënë: "Ti je njeriu më i shpifur që kam njohur ndonjëherë. Nuk kam parë ditë më të neveritshme se ty në këtë shtëpi. Çdo ditë je duke u marrë me të tjerët, duke futur hundët në punët që nuk të përkasin, thjesht sepse s'ke asgjë më të mirë për të bërë." Banorët e tjerë ndalen dhe shikojnë me habi për plasjen mes tyre. Gerta, e zemëruar nga fjalët e tij, nuk e lë me aq. Ajo kthehet nga gjesti dhe me një shikim sfidues i thotë: "Ti flet për mua? Ti, që je i vetmi këtu që e ke kaluar gjithë kohën duke luajtur me ndjenjat e njerëzve dhe duke përdorur vajzat për lojën tënde? Mos më fol mua për shpifje, sepse nëse ka një njeri të keq dhe të paskrupullt këtu, ai je ti." Gjesti, i tërbuar nga kundërshtimi i saj, afrohet më shumë dhe i thot me përçmim: "Unë e di shumë mirë kush jam dhe nuk kam nevojë të më tregosh ti po ti kush je, Gerta. Një njeri që s'ka asnjë identitet të vetin, që jeton duke u futur mes njerëzve dhe duke sjell vetëm energji të keqe? Më mirë shiko veten tënde para se të hapësh gojën për të tjerët." Disa banorë përpiqen të ndërhyjnë për t'i ndalur, por Gerta, e acaruara në maksimum, nuk e lë me aq dhe i thot me ironi: "Pse, të djeg e vërteta? Apo thjesht nuk duron kur dikush të nxjerr fytyrën tënde të vërtetë? Mjaft u solle si mbreti i shtëpisë, se askush nuk të ka frikë. Ti je thjesht një manipulues që mendon vetëm për veten." Tensioni mes tyre rritet edhe më shumë dhe Gjesti, i lodhur nga debati, bën një gjest përçmues me dorë dhe largohet, duke mërmëritur me vete: "Nuk ja vlen të humbas kohën me ty, se je një e pashpresë. Më mirë të merresh me thashethemet e tua se vetëm për to je e aftë." Ndërkohë, Gerta, ende e inatosur, ulet dhe nis të flasë me disa prej banorëve të tjerë, duke shprehur zhgënjimin e saj për mënyrën se si Gjesti sillet në shtëpi. Atmosfera mbetet e tensionuar dhe duket se ky debat nuk do të harrohet lehtë nga askush.